Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë me pejtë ndihmë dhe falje kërkojmë, selavatet ja qojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij, dhe këtë muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Herën e kaluar, gjumon e kaluar, këtë poshtë të falëm pak një trut tashti për agjerimin. Kush e ka obligim agjerimin, ndërsa në altë falëm për disa prej gjërave që të kanë që titulonëm ato për dhuratat me cilat vjen agjerimi në Ramazanit. Inshallah këto e vazhdojnë në altë, vetëm se këtë poshtë kem të folë se kush e ka obligim muajin e Ramazanit për me agjeru dhe me bomës me agjeru për qef, të regotëm sa rrezikshme është për qef nëse njoni ka hynë moshën madhore dhe nuk e agjeron muajin e Ramazanit pa ndonjë arsye të pranueshme, atëherë e ponëm se sa rrezikshme është. Dhe të regotëm se nëse një njeri ka hynë moshën madhore fillimisht është musliman, dhe thamë se agjerimi prej jo muslimonit nuk pranohet. Pastaj tham që kushti i dytë është me hyrë në moshën madhore, pra e para, me qenë musliman, e dyta me hyrë në moshën madhore. Dhe ai që hyn në moshën madhore ka patjetër obligim me agjeru, e treta tham është me kon i mençur ose me pos fiqire, me pos mendje, mos me kon njëri i çmendur. Dhe tregotum se nëse njëri është i çmendur, atëherë nuk e ka obligim me agjeru muajin e Ramazanit, dhe katërta si kusht tham është me pos fuqi, kudra, me pos fuqi, me mujt mos me kon njeri i smuar, edhe tham që nëse njëri është i smuar, smundje të përgjithshme, të përjeshme që i thujnë, smundje të përjeshme që nuk i heket kur, atëherë nuk e ka obligim me agjeru, vetëm se e ban kefaret, e shpagun, ndërsa edhe nëse njëri nuk është i smut, por është i shtyr në mosh, dhe ai me vëmë me agjeru e rëndan shumë, e rëndan agjerimi, atë edhe smundet për shkak moshës së tij, e tham edhe këto që atëherë edhe ky nuk e ka obligim me agjeru, por e ban kefaret. Qëtu, ndërsa nëse njëri, edhe pse mund të ketë disa vjet, ko që shtyr në mosh, por mundet dhe ka kapacitet, ka fuqi, mundet me agjeru, atëherë e ka obligim me agjeru. Ndërsa shtohet pyetja se a ban, për shembull, tashme që jemi në prag të muajit të Ramazanit, edhe njëri don me ja parapri pak Ramazanit, se mirë është që muajin e Ramazanit mu përgatit për muajin e Ramazanit, si mu përgatit me agjer, edhe për përgatitjeve në vejë pra sen e kështu, mu përgatit edhe me agjerim. Për shembull muajin që jena na në Shaban, në këtë muaj që jemi na, është e mirë fort suneti pejgamberit alayhis salam që mja nis edhe mu përgatit. Edhe mja nis mu përgatit qysh, mja nis me agjeru në i ditë tashtë, ja nis me agjeru e kështu më radhë. Mirë po tashti nëse njoni ja ka nis dhe dën, ose që ke farë mesele, që ke qështje që me parapri pak, me veprat mira, muajit e Ramazanit, ja nis me agjeru një dit ose 2 dit para Ramazanit veç. Qëtër ju qelen sët, edhe u këtjel, sa kon kësajt heq, dhe kur penin hoxhën që është mi me parapri Ramazanit, ja me agjerim, me sen e veprat mira, që me ko pak i pregaditur për muajin e Ramazanit, që me shiju të mirë, ose me i shiju të mirat e Ramazanit, a ja nis një dit ose 2. A ban që kjo, për shembull, nëse fillon muaji i Ramazanit nesër, ose pas nesër, a ban me konone së të agjerushëm, ose edhe nesër a ban me agjeru. Pejgamberi alayhis salam një gjë të tillë e ka ndalu. Pejgamberi një gjë të tillë e ka ndalu. E ka ndalu që ne me i parapri
muajt e Ramazanit me 1 ditë ose 2 ditë agjerim. E ka ndalu. Kështu që nëse kanë mbet veç këto 2 ditë, domthonë krejt e kanë njëk muajin e Shaaban që jena në anton, e përpi që sa në por që këto 2 ditë kanë mbet, atëherë këtu nuk duhet me I paraprin. Nuk lejo kështu pejgamberi alayhis salam në mësaj në hadithi që transmeton Imam Bukhariu që vjen prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu që ka thonë pejgamberi: "La yataqaddaman ahadukum Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn." Tha pejgamberi alayhis salam, mos të I paraprin ndonjëri për juve muajit të Ramazanit me 1 ditë ose 2. Pra nëse fillon nesër, pej nesër kanë mjanis me agjeru, sot s'ban me ka agjeru shumë. Nëse mas nesër kanë mjanis, sot apo s'ban me qenë agjeru shumë. Kështu tha pejgamberi alayhis salam: "Illa yakuna rajulun kana yawmuhu samah falyasum dhalika al-yawm." Ndërsa veç ka bo përjashtim pejgamberi alayhis salam, dhe përjashtimet vijnë kështu. Fillimisht po bajga. Mirë po që njoni është njeri ma I devotshëm. Është ma I devotshëm, agjeron ma shumë. E ko zakon njoni ko plot kësi njerëz që dojnë me konë të tillë me agjeru tonët ajte. Ko plot që dojnë me agjeru tonët ajte. Edhe tashti e ajtja ose e honja që tash pe agjeron pe rrug 1 ditë apo 2 para Ramazanit, në këtë rast s'ka problem. Në këtë rast nuk ka ndalesë. Ta pejgamberi në kësi raste nuk ka ndalesë. Nëse po filloj ka nesër, ka ditë gjumoje, pezon. Nëse filloj ka nesër, ose pejshmi gjumon. Është e morte. Njoni do me quqit sënet pejgamberi se është sënet me agjeru, sënet me agjeru të honë tajte. Ta është ta jam su gjithë, honë tajte, gjithë të agjeru. Edhe ta është nesër e martë, fillan Ramazani. Nesër e martë fillan, po në tonën kjo është agjerushëm. Pse është agjerushëm? Nuk e ka për qëllim për me I parapri Ramazanit, por e ka për qëllim që kjo aqë sunetin e vetë me qunë vend, tonë tajte që agjerë gjithë. E që kjo nuk ka ndales. Këti I lejuat. Ose agjerimi për shembull fillan të mërkurën, 2 ditë përpara. Fillan të mërkurën, ndërsa kjo mësu me agju tonë tajte, tonën e rrugë, nuk ka problem për personin e tillë. Nuk ka problem. Ndërsa nëse s'është I tillë, sa nuk e ka pas zakan këto që me agjeru tonë tajte, veç I rrugë që kjo, atëherë nuk ban me agjeru 1 ditë apo 2 ditë para Ramazanit. Edhe një përjashtimën me kon tjetër, cili ai I cili ka edhe më të devotshëm se këto tajte. Na jo don me agjeru agjerimin e Davudit alayhis salam. Se Davudi alayhis salam pejgamberi I Zotit e ka pas një agjerim të veçantë. Ka agjeru 1 ditë po një gjë. Edhe kulmi I agjerimit jashtë muajit të Ramazanit, kulmi I agjerimit është 1 ditë po një agjerimi I Davudit alayhis salam. Edhe pse Davudi ka qenë mëti, ka qenë pas Musës alayhis salam, atje ka qenë mëti, por megjithatë, dhe më thonë, ka pos për agjerim. Për evrejni, kur paton Allah Azza wa Jalla që patën përmen, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, tha agjerimi I është bërë juve obligim, që ashtu që ishte obligim edhe aty në para juve, pra dhe ata para neve kënë pos agjerim. A për evrejni agjerimi Davudit? 1 ditë po, një po. Dhe kjo që kanë pos agjerim, edhe popujt e mëhershëm të regon për vlerën e madhe të agjerimit. Të regon për vlerën e madhe të agjerimit edhe që për vlerat edhe pakën e me fulnal. Vetëm se, kjo të regon, nisan që e kam posë, mone men, nisan që e kam posur, edhe umetet e me hershëm, obligim, e ka dhe umeti Muhammedit a.s. të regon që është shumë I vlerëshëm. Dhe njësen që ka qenë ndaluar, është ndaluar në umetin tonë, në umetin e Muhammedit a.s. Edhe ndaluar edhe në umetet e me hershme, është ndalesa e rrët dhe e rondë. Për urdhëres ke pra agjerimi, për mëna si shembull. Edhe namazi është. Njeri ka ju pa të shtypi kohës të vetë. Namazi në kohën e Sulejmonit. Sulejmoni ka qenë djali I Davudit. Pejgamber dytë. Edhe Sulejmonit I pati ku habit me dokuaj, I ka posë dokuaj të mirë shumë.
Ka në tefsirin e tij interesant për ata kuajt, në herë flasmi. Edhe u habet me kuajt, ju ka shty koha e ikindis pak. Biletojnë djetarë si ka dalë ketë për kohës, po prej fillimit të kohës, kër është më smjeti i ka ikë. Pasaj hakmir në kuajt, që ja hupën kohën, që shupon këtë që është të dënjos, më banën me haru më ahiretin, edhe me haru namazin, ose me shty namazin, edhe i pa thërë kuajt ketë. Për namazin. Dales, me bëmë që në literaturë, kini me gjithë se për shambull mishi i derrit është i ndaluar fillimisht në umetin tonë, s'diskutohet në umetin Muhamedit por ka qenë i ndaluar edhe në umetet e mëhershme mishi i derrit. Çka tregon kjo? Tregon për ndalesë që është ndalesë e rondë dhe e rreptë. Ndërsa nga që kjo përmendëm se nëse njoni don me agjeru, agjerim Davudit a.s. një ditë po një ju dhe e rrug një ditë, një po një ju, po e ka rrug tash një ditë para mujt Ramazanit, s'ka problem. Por konkluza, nuk ban me i parapri mujt Ramazanit me një ditë ose dy agjerim. S'ban me i parapri, s'lejohet, e ka ndalu pejgamberi dhe lejesa është bon veç nëse njoni agjerën tonë tajte ose agjerën një ditë po një ju dhe e ka rrug që të ditë për ndryshe nuk ban me agjeru një ditë apo dy para Ramazanit. Këtë mujt Shaban që jena në tashtë. Shtuat është i pyetja, me qysh ose si e logaritmi na që fillaj muji Ramazanit. Si e logaritmi? A do të këshimi kalendarin, kur fillan? Apo si fillan muji i Ramazanit? Me thonë drejten, ajo që është me gjmo, me konsenzus, pa mos pajtimin mesin e djetarve, pa khilaf, këtë një fjole janë, se muji i Ramazanit fillohet me pomje të hënës së re. Fillohet me pomje të hënës së re. E nuk e kena pa tjetër me këshyr me kalendarën me kësi kur ka fillu. Për këta nëse ta gjenë muji Ramazanit, nëse rasisht gjoni që dikush hale se ka nisë, na kemi nisë, ose na kemi nisë dikush hale se ka nisë, ose të kondërten, mësu qërit. Nështë na hesim me kalendar për zavë, kështimesh për tha. Nështë na kena këshim me kalendar, pa i tjetë e ka dole kanë këshim një grup djetarës edhe kanë përcjetë përshohin apo së përshohin honën. Pra është me pomje të honës. Kështu niset muji i Ramazanit. Kështu na tha neve pejgamberi, alesem ta, sumu li ru'jetih, wa aftiru li ru'jeh, fe in gumi alejkum e shahra, fe uddu 30. Tha pejgamberi, alesem, nesnja me agjeru, muji në Ramazanit. Kur ta shehni honën e re të Ramazanit, e shehni honën, ja ka nisë, dhe ma gjithë kush në ashtë së në mërë vetë, vetëm se nëse dolin do njerëz që morin vesh këtë qështje, dolin edhe e përcilin. Kur dilet, na jena tash në Shaban, dilet në natën e 29 të Shabanit. Se mujt hënur, ose i ka 29 dit, ose 30. 31 s'ka, as 28 s'ka. Ato djelor kena njëherë, kohët 28, shidini, po edhe 31, një po një ju, janë 31 goti. Ndërsa, hënur ka veç 30 apo 29. E tashti me 29-ën, ditën 29 këti muji, dilet edhe për cilët hona. E tash tha pejgamberi a.s. këtë, ju nis një agjerimit, me pomjen e honës së re. E nëse nuk e shifni, nëse nuk shifet, ka mundësi mos më po hona për shkak të mjegullave ose arsye, se kur do të më dal natën, domethënë kur ti hin nata ose në 29-ën pasi të falet akşami. Falet akşami edhe dilet edhe këshyret. Po që ka rastis, nëse mjegull e madhe, vranësi, shiku di, edhe nuk po shifet, tha pejgamberi a.s. nuk na rëndaj. Se bone telashe, mole, nisni të shka si raketa dhe me qovë rëndësitë, s'ka nevoj. Tha nëse shifet, nëse nuk shifet, shka me bo? Pletësën e tha bane 30, edhe kry. Vesh pletësën e bane 30. Pra, hona, me pomjen e honës së re, të mujt Ramazan, fillan mujt Ramazan. Tamam? E me pomjen e honës së re, të mujt tjetër përfundan muji i Ramazanit. Kja, edhe pse, këm posët shumë e folë përveç edhe një pikë nështë po e përmendi, me bo mës me
agjeru mujin e Ramazanit dini Islam, përveç që këna përmend, dikush ka fol që del këtë për dinit me bo mës me agjeru, për qef mës me agjeru, duke i pos mundësi del për dinit këtë dikush ka thonë. I kom përmend herën e kaluar, tas pi përsëriti më. Po kanë thonë që e saktë thonë që nuk del vetëm se gjuna qatin qaf. Gjuna e ti madh, kanë thonë që ma i madh se njoni që ban prostitucion, ma i madh se njoni që vjedh, ma i madh se njoni që tradhton, ma i madh se keq që të Imam Dhahabiu ka thonë është mës me agjeru. Po në fallaj dënimi, tha pejgamberi alayhis salam, erdhen dhe u morën dy prej në ondër, erdhen u morën dy njerëz, dy melek. Erdhen edhe më qunë me një si bjeshk. Më thanë gjitu për pjetë, tha, unë thash s'moj më në gjitë. Tha, nesi ati më thanë që natë një mujna, tu në gjitë, kur shkoj ka gjysa e bjeshkës, pinita të zona shumë. Më thanë, unë i thash, çka në të zona? Tha, në zona të vujtjeve të xhehenemlive. Tha, po në gjitu. Kur në gjita, ma në altë atje, poshta do njerëz ishin kohë të vjerur për themrat e tyre. Jo kishin vjerë për themrat kom të tyre të poshtë, tha që kishin post të krisur buzët e tyre, ose këto pjesët e kishin post të krisur dhe i rrëdh ke gjak. E unë i thash, e këta kush janë? Ata dy meleket ma këtyn dhe thanë që këta janë ata të cilët papi gajri hak e kanë prish agjerimin. Papi gajri hak nuk e kanë plëtsu agjerimin e tyre. Kjo ishte rreziku me bo mës me agjeru, ose dënimi me bo mës me agjeru mujnë e Ramazanit, dhe këta hadith e kanë zirë Imam Nesaiu dhe Ibn Hibban ibn Khuzejme, Sheikhul Albani dhe të tjerë kanë thonë se ky hadith është i vërtet. Inshallah të plëtsu edhe vazhdojnë herën tjetër. Kullu qouli hadha, astaghfirullah li wa lakum.